Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me anën e plot në peshore, e cila është në 2 prill. Ajo që do të sjellë efekt është me të vërtetë shkaktar që ju do të kaloni është kthesa të papritura dhe tensione të brendshme. Duke qenë se janë si dielli, si ana janë përballë njëra tjetrës, ne shikojmë. Nga toka është ndërkohë që peshorja është pro, por ndërkohë mund të jetë edhe kundra në lidhje me të tjerët. Pra është për të marrë në këtë rast një vendim, është dashi i cili është në diell dhe është impulsiv dhe në këtë rast kërkon që të marrë vendim. Mësoni që sipas duke qenë se janë të dyja shenja të kundërta, kjo do të sjellë kthesa të papritura, ashtu sikurse edhe njëri të tella. Ndërkohë që nëna hën kërkon ekuilibër, sepse është vetë nga emri fjalë peshore, kërkon ekuilibër, pra harmoni, është që ju sjell, pra ka tension dhe kjo do të ndjehet për arsye nga planeti, pra jetë tensionuar nga planeti Jupiter që është në shenjën e Gafores, dhe Gaforia është që kërkon pra lidhje me familjen, pra është lidhur me familjen, me shtëpinë e tij, pra me njerëzit. Është edhe planeti Gjuç Folus, për të cilën ka të bëjë me atë që jo vetëm ne do të ndjejmë konflikte ne me pjesëtarët e familjes tonë apo me marrëdhëniet që ne kemi lidhje, ashtu sikurse edhe konflikt me shpirtin ton, me dy energjit tona, pra me shpirtin ton binjak, dhe e gjitha bëhet që edhe pse mund të ndihet kaotike në lidhje me emocionet e papërpunuara në lidhje me modelet e vjetra, është ne ndihmohemi me qëllim që të mos i rezistojmë dhe të shërojmë, të rritemi dhe të marrim vendime me ndjeshmëri, me qëllim që të jetojmë me vërtetësi në çdo lloj marrëdhënie. Ndërkohë të kuptoni që efekt tjetër është energjia e peshores tek të gjithë ne, që të gjithë ne e kemi në grafikun ton. Mësoni që duke qenë se është dhe në numrin 7, se peshorja është vetë në numrin 7, është jo vetëm që ka një energji të ekuilibruar, një energji që kërkon të bashkojë njerëzit, pra është për paqe. Dashi është individual, është me të vërtetë që kërkon jo vetëm se si do që të duket në këtë jetë, por dhe si shikojnë të tjerët. Është peshorja për ekuilibrin e të gjitha marrëdhënieve, se është zona e dashurisë, zona e marrëdhënies, për arsye sepse udhëhiqet nga planeti Venus ose Afrodita në shqip, që ka të bëjë me dashurinë, që ka të bëjë me pasurinë, që ka të bëjë me bukurinë e jetës e tjera. Ndërkohë që ne kemi, pra duke qenë se është kjo hën që i sjell këtë, pra kërkojmë që të gjithë një atmosferë në ekuilibër, pra me veten tonë dhe me të tjerat, pra në lidhje, pra për të kënaqur dikë tjetër, kushdo qoftë, partneri, fëmijët apo prindër e tjerë, është peshorja, edhe pse është për të marrë një vendim në lidhje paqësore, e shikon këtë nga ana e perspektivës, pra nuk nxiton, pra i jep kohë vetes, sepse është me të vërtetë një shenjë që është e ndjeshme, empat, është një shenjë që është mirëpritëse, është miqësore, është një shenjë që nuk i pëlqen
të jetë vetëm. Pra e pëlqen që të ketë marrëdhënie me njerëzit përreth vetes, pra në lidhje që ka me veten. Mësoni që edhe se peshorja është me të vërtet pro të tjerëve, por shënim mund tjetë edhe që merr vendim kundra, pra mbasi ka krijuar, ka rritur në veten e vet, pra me ndjeshmëri, me intuitën, me atë çfarë ndjen zemra, është që arrim edhe në përgjigje që edhe pse është për paqe, përsëri atje ku ka me të vërtet që energjit nuk rezorojnë, di të shkëpute, di të bë kufin, pra të marri edhe përgjigje për të cilën i hap dyert, pra përgjigje në lidhje me vërtetësinë e bukurisë së jetës për atë që është e rrethuar me marrëdhëniet e saj. Mësoni që si çdo shenjë dhe pra edhe peshorja ka diçka, duke qenë se e shikon pra problemin nga ana e perspektivës, është mezi arrin të marrë një vendim dhe kjo e bën që të ndjehet pra si hezituese, pra nuk është në gjendje që të marrë, pra ndjehet hezituese, pra heziton. Gjithsesi, duke ndjekur rolin, duke ndjekur ku ju dërgon shpirti, pra ku ju ndjen me të vërtet, në qoftë se ju ndiqni rrugën e shpirtit, ju do të arrini me këtë energji të mrekullueshme, edhe pse ka kaos, edhe pse mund të ketë vështirësi në lidhje me ndjeshmërinë e emocioneve apo të modeleve të tjera, përsëri të kuptoni që përderisa ja keni dhënë vetes, pra jeni lidhur me veten tuaj, me shpirtin, të jeni të sigurt që ju hap pas hapi jeni në rrugën e drejtë dhe ju ecni në rrjedhën e jetës, së ndryshimeve kozmike dhe në këtë rast të vetëdijes, të mësimeve me nënën, por edhe si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne. Pra vazhdoni, jeni ju, unë nuk mund t'ju detyroj, por të jeni të sigurt që jeni ju dhe vetëm ju, që duke u lidhur me veten tuaj do të arrini në këtë ekuilibër dhe për një pjesë ndoshta dhe e keni arritur, varet se ku jeni, që të gjithë jeni unik. Shenjë tjetër është pasqyrimi i numrave në datë. Çfarë do të thotë? Është data 26, është viti 2026, por është data 2 dhe muaj 4. 2 plus 4 jep 6 dhe kur i bashkojmë me vitin jep numrin 62, numri 0 dhe numri 26 fundi vitit. Pra çfarë do të thotë? Është numri 62, është dhe numri 26 dhe në mes, pra është pasqyrim dhe në mes është dhe numri 0, për të cilën numri 0 është nuk ka as fillim as fund, është infinitiv, është përjetësia, është sidomos ne që jemi të zgjuar me shpirtin ton dhe ne vazhdojmë procesin e shpirtit. Sigurisht krijesa na ka krijuar që të gjithë krijues, ne jemi në këtë tokë krijues dhe që të gjithë jemi me mision dhe me drejtim të jetës që e kemi në zemër. Pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, kur në momentin që ne ecim me rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike, pra në frekuencë, pra kemi një ndërgjegjësim të lartë në krahasim me pra kohët e mëparshme, pavarësisht se jemi të gjeneracë, unë jap në këtë rast informacion, ndihmë, shërimi të gjeneracës time, por gjithsesi që të gjithë që rezorojnë me mua, sigurisht nuk jeni pa qëllim në këto video, por të kuptoni që ky lloj pasqyrimi na ndihmon ne, sepse numri 2 është marrëdhënia dhe përfaqëson në këtë rast dhe nënën, por është dhe marrëdhënia jonë, pra jo vetëm me shpirtin ton, dy shpirtra, dy energjit, mashkullore mendja dhe femërore shpirti, pra që kemi që të gjithë mashkull femër, por edhe në lidhje edhe dini, jeni beqar dhe lidheni me dikë tjetër, pra është një marrëdhënie. Ashtu sikurse numri 6 përfaqëson lidhjen me tokën mëm, për arsye sepse në astrologji është me shenjën e Virgjëreshës, që është në numrin 6, dhe Virgjëresha kujdeset për jetesën e përditshme, kujdeset për detyrimet, kujdeset për shëndetin tonë, por gjithsesi të kuptoni që ndërkohë është dhe që përfaqëson pra planetin
për të cilën udhiqet vetë peshorja nga planeti Afroditës ose Venus, Afrodita në shqip Venus, dhe në këtë rast është planeti i dashurisë, planeti i pasurisë, planeti i bukurisë jetës tonë. Gjithsesi, gjitha na tregon që ne do të përballemi me temat në lidhje me dashurinë tuaj, pra me dashurinë me veten apo edhe me atë personin tuaj të rëndësishëm, mund të jetë vetja juaj, mund të jetë shoku juaj në kraj tjera, në lidhje me marrëdhëniet e punës, në lidhje me miqësinë, në lidhje me pasurin, ashtu si kurse parat, dhe ndërkohë me marrëdhëniet me nënën tuaj dhe sigurin në lidhje me jetën. Ndërkohë është të gjitha që sjell ky pra pasurimi i numrit në datë, bën që ne do të lëmë gjithçka që është e vjetër, gjithçka që nuk na shërben, me qëllim që të njihemi me këto gjëra, që të mos i përsërisim. Pra nuk kemi të gjykojmë, nuk kemi të kritikojmë, dhe ajo që do të arrini në këtë datë është që për të arritur, pra, sepse janë numri pasqyrë, pra, sidomos ju që jeni lidhur me, pra, lidhje me shpirtin binjak, ose dhe me plakën binjake, por që do të flas në shenjën e fundit, mos më zgjatet video, është që do të ndjeni të tensionuar edhe nga planeti Gjuç Folus, dhe që me të vërtet në këtë rast krijon tension me nënën, pra nënën është për pro, por shënim mund të sjellë që edhe pra mund të keni tension në lidhje me vendimin që do të merrni në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë është sa më shumë ne vazhdojmë procesin në lidhje me veten tonë, me shpirtin tonë, kjo na i bën të dukshme, pra na i sjell, sepse kjo është në anat e reja gjithmonë, flat të plota janë gjithmonë që na sjellin, na i zmadojnë pra emocionet tona, dhe në këtë rast është që të gjithë ne jemi të ftuar që kemi bërë punë me shpirtin tonë, të lëmë modelet shkatruese që kemi krijuar vetë ne gjatë jetës tonë, dhe sidomos në lidhje me sekretet, me qëllim që të arrim të, duke njohur veten tonë, të arrim të krijojmë marrëdhënie të mrekullueshme për të jetuar me vërtetësinë e jetës. Dhe e gjitha është duke u lidhur, pra, me këto lloj marrëdhënie, pra duke ne me të tjerët, sepse kemi këtë lidhje. Kjo është misioni i shpirtit, që ne ndihmojmë, ne mësojmë dhe ne krijojmë, pra marrëdhënie që kemi patur me të tjerët, por edhe me veten tonë, me qëllim që të bëhemi të qartë për atë që ne kemi, si kemi kaluar me të tjerat. Dhe kur mos harroni se qartësia që kemi me të tjerat na arrin të zbulojmë në fundit është pasqyrë e vetes tonë, se ne kemi jetuar pra gjatë gjithë jetës, edhe në këtë moment që jemi, i kemi patur këto marrëdhënie, dhe asgjë nuk ndodh pa një shkak, ose pra çdo gjë, edhe sidomos edhe në ligjin e tërheqjes, në qoftë se ne ndjejmë veten të lënduar, ne në çdo lloj marrëdhënie të jeni të sigurt që ne kemi qenë të lënduar, ose dhe jeni të lënduar, varet si ju ndjeni. Mësoni që ajo që kërkohet në këtë shenjë tjetër është që planeti Gjuç Folus, që sjell tension me nënën, pra ndërkohë që kërkoni të jepni marrëdhënies tuaj, pra të jepni rëndësi, pra dikujt për të cilën ka rëndësi, është familja, është vetja, është kushdo, është ju sjell me të vërtet kaos, dhe edhe pse sjell kaos, bëhet fjalë për të liruar nga karma jon, dhe në këtë rast mund të vi për shembull nëpërmjet që mund t'ju sjelli kaos në zgjidhjen e ndoshta të situatave të papritura që mund të arrini, për shembull, e zëm që doni të krijoni të zgjeroni familjen, ose të lidheni në lidhje me ndjeshmërinë tuaj, me sinqeritet me atë,
pra me ndjenjat tuaja të vërteta, me ato që ndjeni në shpirtin tuaj. Ndoshta kërkoni të krijoni një familje të përzierë, pra që të gjithë jeni unik, ashtu sikur se ndoshta jeni në kontakte me marrëdhëniet e tjera për të zbuluar paditësitë që mund të keni kaluar pra me njerëzit që ju keni patur kontakt, dhe në këtë rast në lidhje ndoshta e bën veten fajtor ose e bën të tjerët e tjera. Gjithsesi këto do të sjellin pra folu sjell kaos, ashtu sikurse edhe për një pjesë nga ju ndoshta kërkoni që të vazhdoni të shkoni të jetoni dhe jashtë vendit tuaj të transferoheni e të tjera. Mësoni që të gjithë ne është që duke qenë se, duke u lidhur me shpirtin, ne kemi dëshira, ne kemi duam të vazhdojmë të ndjekim nevojat tona në lidhje me njerëzit që ne kemi për jetë. Kjo sjell, ndërkohë që ne jemi lidhur me shpirtin, kemi pjesëtarët e familjes që janë me energji tjetër, dhe në këtë rast mund të sjelli që edhe pse kërkon pra në këtë rast këto shenja që ja u dash pak më parë, mund të sjelli acarime, pra jeni të vëmendshëm, mund të ngacmojeni, pra mund të ketë edhe pra gjëra të papritura. Mësoni që e gjitha që mund të dalin në këtë kohë është frika. Sigurisht unë dua t'ju ndihmoj, frika ka të bëjë thjesht që është iluzion, por unë nuk ju detyroj, jeni ju që duke vazhduar me shpirtin tuaj të kuptoni që frika do ju dali, dhe kjo do t'ju sjelli, pra në këtë rast që mund të ndjeni zemërin, mund të ndjeni trishtim, mund të ndjeni keq kuptime, por gjithsesi duke qenë se i keni këto gjëra, ndoshta dhe i largoheni, pra nuk doni që të merreni me këto emocione, dhe të jeni të vëmendshëm që ne me të vërtetë, edhe pse ndjen, pra mund keni kaos, këto bëhen për të mirën tonë, me qëllim që ne të rritemi, me qëllim që të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben. Pra me një fjalë, me këtë ju do të ndjeni ngacmime në lidhje me emocionet tuaja, mund të keni edhe mund të ndjeni që diçka e papritur po ndodh me ju, ndoshta një zgjidhje le të themi, sepse keni edhe e zëm, po marr një rast, ndoshta jeni të divorcuar nga një marrëdhënie dhe më në fund e keni kuptuar që marrëdhënia nuk është për ju, dhe mund të jetë zgjidhur ky problem, ose mund të jetë dhe tjetra, edhe por gjithsesi që të gjithë jeni unik, dhe në këtë rast të jeni të vëmendshëm që mund t'ju dalin trazira në lidhje me marrëdhëniet me veten, por edhe me të tjerët përreth vetes tuaj. Shën tjetër është përgjegjësia dhe konfliktet që mund të ndjejmë në brendësi. Mësoni që për planetin Folus ose planeti Gjugjë është me të vërtet një planet që na sjell kaos, dhe ndoshta pak informacion të jap, është nga një diçka e vogël vjen një zgjidhje e pakthyeshme. Pra çfarëdo lloj vendimi, çfarëdo lloj të papriturit që mund të ndodhi, qoftë dhe për një gjë të vogël, ndjehet që është pra sjell një pasojë të pakthyeshme. Ndërkohë është, duke qenë se është në orbitën e planetit Jupiter, dhe Jupiter është që ka të bëjë me fatin ton, ka të bëjë me mençurinë ton, me prosperitetin ton, me zjerimin e energjisë ton, pra në lidhje me mençurinë, është po ashtu edhe me lidhje me planetin Neptun, që ka të bëjë me lidhje me shpirtin ton, pra atë çfarë ne ndjejmë në brendësi. Gjithsesi është një katalizator që na sjell ne me të vërtet, pra nga një diçka që është e vogël, por që na mëson që ne duke na sjell kaos në lidhje me emocionet, në lidhje me modelet e vjetra,
të lirohemi prej tyre, pra ti ndjejmë të lirohemi e të bëhemi të vetëdijshëm me qëllim që të fillojmë një pas të re, sepse për sa kohë ne i mbajmë të shtypura këto lloj emocione, sigurisht procesi mund vazhdojë ngadalësuar. Ndërkohë është na ndihmon ne që ne të lirohemi nga çdo lloj modeli vjetër apo edhe në lidhje me emocionet, sepse shumë gjëra si me trashëgimin ose në lidhje me traumat të tjera, ne i kemi marrë brez pas brezi dhe në këtë rast ne ndihmohemi që të lirohemi nga karma e vjetër që nuk na shërben, sidomos nga e kaluara që i kemi marrë në këtë rast brez pas brezi dhe kjo është zgjimi i shpirtit ku ne zgjohemi sinqerisht që lidhemi me shpirtin ton, me veten ton, do të na ndihmojë në këtë zgjidhje. Askujt nuk i preket liria, po në qoftë se ju jeni dhe i ndjeni këto gjëra, është që ndikon pra planeti Folus, për të cilën është që kërkon që ne të marrim përgjegjësinë dhe të ndjejmë gjërat në thellësi, sepse ne dimë se çfarë po ndodh në botën jashtme, ne shikojmë vlerën këtë të tjerët, ne vëmë gishtin këtë të tjerët dhe harrojmë që çdo gjë që ndodh midis nesh është që ne jemi pasqyrim me njëri tjetrit, sepse ne jemi të lidhur. Dhe ndërkohë të kuptoni që duke marrë këtë lloj përgjegjësie është që ne të marrim zgjidhje të drejta në mjedisin ton me qëllim që të jetojmë me vërtetësi. Është një planet i cili ka mençuri, ka mirëpritës dhe me mençurinë e tij arrin në thellësi, pra sa më thellë të hyjmë ne në brendësi të shpirtit ton me veten ton, aq më shumë ne do të arrijmë të lidhemi me fëmirin ton të ershme, për të cilën aty janë dhe nëse ne e lirojmë, ne do të zbulojmë dhe dhuntin dhe talentin ton. Pra ne duhet të lirohemi nga emocionet, qoftë ato çfarë janë të papërpunuara që na i sjell shpirti, pra në këtë rast na ndihmon në anë, por edhe planeti Gjuç Folus dhe në këtë rast dhe për sekretet tona, sidomos në lidhje që të gjithë ne kemi një atë që ne nuk e shikojmë, pra sekretin ton, pikë të verbër, dhe për këtë kërkohet pra që të lidhemi. Mësoni që ndërkohë që do të marrim përgjegjësi çfarë ndodh, duke qenë se ne jemi duke vazhduar pra me shpirtin ton, është që nga njëra anë ne e ndjejmë që ne duat të ndjekim intuitën ton dhe kemi zgjedhur për veten ton. Nga ana tjetër, ne jemi bërë të vetëdijshëm, ne jemi bërë dhe kemi marrë dhe përgjegjësi sepse ne kuptojmë që ne jemi të lidhur me njerëzit tanë, qoftë në le të themi jeni në një marrëdhënie romantike me partnerin tuaj, me fëmijët tuaj, ashtu sikurse edhe në marrëdhënie me pjesëtarët e familjes tuaj. Por, gjithsesi, çfarë ndodh duke qenë se ne marrim përgjegjësi në veten tonë, ne fillojmë kuptojmë që ne kemi bërë shumë për të tjerët. Dhe kjo është që ne ndjehemi, pra, sidomos kur zgjohemi që nuk kemi energji e tjera, ose edhe për një pjesë që flen gjumë dhe që nuk kanë energji e tjera, por është drejta e tyre, nuk askujt nuk i preket liria. Po në momentin që ju vazhdoni merrni përgjegjësinë tuaj dhe lidheni me brendësinë, ju filloni zbuloni që ne keni bërë shumë për të tjerët. Ndërkohë ne zbulojmë që ne nuk duam më të sakrifikojmë për të tjerët, por përsëri, edhe pse keni këtë, të paktën nga eksperienca e zgjimit tim, unë dua t'ju tregoj që përsëri për ju ka vështirësi dhe këto vështirësi janë sepse ju vinë për shkak të detyrimeve që ju nëndojnë akoma në lidhje me marrëdhëniet që ne kemi, qoftë dashurisë, qoftë me marrëdhëniet me të gjithë pjesëtarët përreth nesh. Gjithsesi, edhe pse ndjehet e tillë, ne vazhdojmë duke ndjekur shpirtin tim, do të arrim në shenjë tjetër. Çfarë ne arrim të mësojmë, sa më shumë ne marrim përgjegjësi dhe lidhemi me veten tonë. Është që duke u lidhur në thellësi me veten tonë,
ne fillojmë të zbulojmë modelet e vjetra që i kemi të marrë, jo vetëm nga pararësit tanë, pra nga e kaluara, pra nga më i vjetër, por edhe nga eksperienca jetës tonë. Dhe në këtë rast, në lidhje me modelet e vjetra që kemi krijuar ne gjatë kohës eksperiencës së jetës, është që ne jemi shumë të ashpër me veten tonë dhe jeni të vëmendshëm, ku jeni të ashpër me veten tuaj. Ndoshta për shembull ju e kuptoni që keni marrë përgjegjësi më tepër se ç'duhet. Pra edhe në këtë rast jeni të ashpër me veten. Ashtu sikurse jeni të vëmendshëm, ku e mbroni veten? Ku jeni duke mbrojtur veten? Dhe në këtë rast që gjykoni përsëri veten tuaj, pra jeni të ashpër me veten tuaj. Unë do ju ndihmoj që duke qenë të vëmendshëm, këto vinë, një është faj që ne kemi dhe ndjejmë, pra japim faj vetes tonë, dhe kjo vjen sepse është ajo që ne kujtojmë se të tjerët janë më të mençur se ne në asnjë mënyrë, dhe tjetra është, sigurisht ne jemi qenie njerëzore, ne nuk jemi perfekt, ne marrëdhëniet që i kemi patur kanë qenë në dashuri, në nevojë, kështu kanë qenë. Tani që jeni lidhur me shpirtin, jeni pra me zemrën tuaj, kjo zemër që ka vlerën tuaj, ka misionin, ne jemi komplet, ne jemi të mrekullueshëm, dhe të kuptoni që nuk keni pse jeni inferior, por që të dini që ju fajsoni veten dhe ju i jepni vetes që jeni inferior. Prandaj kujdes, gjitha bëhet që ky vit 2026 na thret që të gjithëve se është dhe viti universal, vdiqet nga dielli. Dielli është dhënësi jetës tonë, ne kemi që të gjithë dhe me dashin është në diell, dhe dashi thot unë jam dhe kush jeni ju në të vërtetë, pra duke u lidhur në veten tuaj, është që ne do të shkëputemi sa më tepër ty me veten tuaj, do të heqim hap pas hapi, duke ndjekur shpirtin ton në lidhje me përpunimin e emocioneve që nuk na shërbejnë më, të papërpunuara nga e kaluara jon, ashtu sikurse edhe nga dhimbjet e vjetra. Një gjë dua t'ju tregoj, sidomos ju të gjeneracës time, jeni të vëmendshëm në lidhje me marrëdhëniet me nënën tuaj. Kjo mund t'ju dali, sigurisht nëse ju jeni pra ndjeni që keni qenë të pasigurt në lidhje me marrëdhëniet me nënën tuaj, dhe si t'ju ndihmoj. Kur unë u zgjova që u zgjova dhe u lidha me shpirtin, një nga këto ishte që u rreva dhe nënën time. Por në fakt, duke ndjekur shpirtin, hap pas hapi, kuptova që kjo nën ishte një mrekulli. Kjo nën bëri të pamundurën, dhe sigurisht kjo nën arriti që me mënyrën e saj, ashtu si ajo e dinte, bëri më të mirën për ne, dhe ajo ishte e lënduar, pra sepse unë e kuptoj energjinë e të gjithëve, po kuptojmë të gjithëve, që ne jemi të lënduar për arsye të veç zhvillimit të afatit kohor, por në këtë vit që të gjithë jemi të ftuar, që duke u lidhur me veten tonë në thellësi me veten tonë dhe të vazhdojmë hap pas hapi, nuk kemi pse i të fajsojmë veten, nuk kemi pse të fajsojmë dhe të tjerët në asnjë mënyrë, thjesht të dëgjojmë zemrën tonë se është neutrale, është që na jep përgjigje të drejtë, dhe ndërkohë të kuptoni që e kaluara është e jona. Sido që të ketë kaluar është e jona. Ne nuk mund të kthejmë, çfarë do lloj që kaloi është atje. Është jeta jonë, por ne të përballemi me atë çfarë ne kemi kaluar, me veten tonë, pra si fëmijë në lidhje me nënën, se patar në këtë rast me nënën, por edhe ne me të tjerët, sepse gjatë jetës tonë ne kemi pra mësues, me këdo që ne kemi patur marrëdhënie ka qenë mësuesit tanë. Ky është misioni i shpirtit. Ndihmojmë, mësojmë dhe rritemi, pavarësisht se si ka qenë afati kohor. Që të gjithë të kuptoni që kjo është mënyra që duke u lidhur me veten tonë, ne do të arrijmë të lirohemi nga emocionet e papërpunuar, nga e kaluara dhe nga dhimbjet tona. Dhe së fundi është shenja që dua t'ju tregoj.
në lidhje me dashurinë tonë, në lidhje me marrëdhëniet tona, në lidhje me eksperiencën që ju mund të keni me flakën tuaj, është që të gjitha këto, që të gjitha kanë bëjnë që ne jemi, pra kur lidhemi me shpirtin, fillon që procesi që shpirti na ndihmon që ne të lidhemi me veten tonë të lartë. Dhe shpirti na ngre nga poshtë lart. Tani, ju jeni në këtë moment, në momentin që ju keni filluar të kontaktoni me dy shpirtrat, pra me veten tuaj, pra shpirti binjak, ne me veten tonë, dhe në këtë rast dy energji, por edhe ne me të tjerët, pra me kë kemi pas marrëdhënie me familjarët, me miqësit, me marrëdhëniet në punë, apo në biznes, apo çfarëdo lloj marrëdhëniesh që ne keni pas, qoftë dhe romantike e tjera, të kuptoni që ajo që mund të ndjeni dhe ju është që ndjehet kaotike, pra dhe për ju mund të ndjehet kjo. Pse? Sepse duke qenë se jemi në këtë kohë edhe në hënën e re, në vazhdim të peshëve, dhe peshqit janë që ëndrrojnë, fantazojnë, dhe shpesh jetojnë në fantazi, pra shënim, derisa të vi hëna në 17 prill, në hëna e re në dash, jeni të vëmendshëm që ju ndoshta jeni duke fantazuar, pra shënim, duke fantazuar që të krijoni një familje të përbashkët, ndoshta ta zjeroni, ndoshta të transferojni e të tjera, pra që të gjithë jeni unik, pra fantazoni akoma, ndërkohë që ju jetoni në këtë realitet dhe e kuptoni që është, pra ndryshe është fantazia me realitetin, dhe kjo është që të jeni të vëmendshëm, sepse kjo ju bën që të sjellni kaos në lidhje me keq kuptimin që mund të ndodhin, sepse ju jeni lidhur me shpirtin, ju kërkoni këto gjëra, por jeni të vëmendshëm se në qoftë me veten tuaj, pra dy shpirtrat me veten tuaj, por dhe me të tjerët, me marrëdhënie me të tjerët, mund të lindin keq kuptime, mund të lindin ndërhyrje, dhe kjo është që mund ta ndjeni në lidhje me shpirtin tuaj binjak, por edhe në marrëdhënie me të tjerët, këtë lloj pra ndërhyrje ose keq kuptimi, dhe çfarë ndodh? Çfarë mund të ndjeni? Për një pjesë nga ju mund të bëjni rebel, sepse e ndjeni dhimbjen e vjetër dhe mund të bëjni rebel, dhe në këtë kohë duke qenë se është edhe shenja e diellit në dash, dhe dashi është për veteve unë jam, bum, me një se është zjarr, është elementi i zjarrit, me një vendim, pra jeni rebel, dhe kjo mund të sjellë kaos. Pra, por gjithsesi ka të kujtoni, asgjë nuk ndodh pa një shkak, çfarëdo lloj që vendimi që të merrni. Tjetër është që ndoshta ju pëlqen, sepse jeni bërë të vetëdijshëm, keni arritur të kuptoni, por përsëri ju del frika, dhe frika është sepse keni frikë se humni e zëmë marrëdhënie romantike, ose veten tuaj, se mund të jeni të lidhur, pra ju del frika, dhe në këtë rast keni frikën e humbjes së partnerit tjetër. Tash mund të jetë shpirti juaj binjak, mund të jetë edhe me të tjerët, romantik, familjar, kushdo, pra frika. Tjetër është që ndërkohë që keni konflikte, pra që ndjehet me dy shpirtrave, apo në lidhje me familjarët tuaj, apo me antarët në shtëpinë tuaj e tjera, është ju kërkoni ose kërkoni të qëndroni larg, pra nuk arrini në ekuilibër, në armoni, dhe kërkoni të mbani këto gjëra në distancë. Dhe në qoftë se këto gjëra ndodhin, pra është që me të vërtet ju do të arrini të shkëputeni përkohësisht. Pra edhe pse keni bërë një, pra mund të ndjeni një fillim të një faze të re ose të tash, dhe përsëri ndjeni që wow, unë isha mirë, si ka mundësi, kjo është që mund të jetë e përkohshme, për arsye se tash dhe njerë asgjë nuk ndodh pa shkak.
ka akoma diçka në brendësi të trupit tuaj për të cilën kërkon që të merrni përgjegjësi edhe të mos largoheni, që të arrijmë në ekuilibër, në harmoni, në vërtetësi me veten tonë, por edhe me të tjerat, për të jetuar edhe në vërtetësinë e bukurisë së jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar, për të krijuar ekuilibrin e magjisë së pastër të gjithçkaje me veten, dhe ku ne duam veten, duam përreth dhe akoma edhe më gjarë, dhe kjo është ndërlidhja që kemi ne me veten e me të tjerët dhe në këtë tokë më, për të cilën tash për tash është jeta, kjo tokë pjellore, kjo tokë që ne jo vetëm të kujdesemi, sepse na jep gjithçka, por jo vetëm për veten tonë, por edhe për fëmijët tanë dhe për pasardhësit tanë, qoftë në mjedis, qoftë në kafshë, në gjithçka, edhe në qenien tonë njerëzore, sepse ne jemi të lidhur, ne jemi të ndërlidhur. Ndërkohë është edhe nëse shkëputeni përkohësisht, e gjitha bëhet që të rritemi në vetëdijen tonë, pra të marrim mësimet shpirtërore, sa më thellë të hyjmë me shpirtin tonë, aq më shumë ne do të marrim mësim se ky trup mban informacion, mban mençurinë, mban energjinë. Mësoni që duke u lidhur sa më shumë me veten tonë dhe me të tjerët, aq më shumë ne do të çlirojmë emocionet, qofshin këto të papërpunuara, qofshin modelet e vjetra, por jini të vëmendshëm, duke ndjekur shpirtin apasapi, edhe nëse ndihet një proces, pra që kërkoni, pra ndjeni që doni të jeni të kujdesshëm me emocionet, doni të jeni sepse e bën peshorja, pra kërkon kohë në perspektivë, kjo sigurisht ju ngadalson procesin. Gjithsesi nuk keni pse merrni vendime të nxituara, për këtë ja jap këshill, sepse folus ju bën që me të vërtet për një gjë të vogël, në qoftë se merrni një vendim, është e pakthyeshme, pra jeni të vëmendshëm, që do të thotë, në qoftë se ju e ndjeni që e doni marrëdhënien tuaj, e doni, atëherë edhe ka shans që pra t'i jepni mrekulli, qoftë edhe eksit, qoftë se ju jeni gabim, ose edhe nëse ka ndodhur me eksin tuaj diçka, me një nxitim, po që ka shans për të vepruar dhe mund të bashkoheni, ose definitiv mund të ndodhi që nuk ka qenë për ju, sepse keni arritur në veten tuaj kur ju vazhdoni me shpirtin tuaj, edhe mund të ndjeni që jeni pra një diçka e papritshme vjen ke ju, pra e ndjeni që jeni të lirë, e ndjeni që jeni tërësisht të lirë, qoftë nga karma e vjetër, qoftë nga emocionet, trashëgimia, apo në lidhje me pasuritë e të tjera, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se ku ndodheni në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Tjetër është që dy gjëra janë, o ju do t'i jepni marrëdhënies tuaj një mrekulli, sepse keni arritur në veten tuaj, ose ju jeni akoma në proces me qëllim që të vazhdoni të lidheni me brendësinë e vetes tuaj, dhe në këtë rast ndoshta keni nevojë për ndihmë nga të tjerët që kanë kaluar para jush, dhe nëse keni nevojë, Diana ju ndihmon, shkruani çfarë keni nevojë dhe do të merrni përgjigje, por tregoni të vërtetën për atë që kërkoni. Thjesht një pyetje, çfarë kërkoni, dhe do ta merrni përgjigjen aq të detajuar sa do të çuditeni. Megjithatë, jeni ju dhe vetëm ju që do të vendosni, sepse në fund të fundit një gjë të dini, sa do të ndërgjegjshëm të jeni me botën e jashtme, sa do të jeni të ndërgjegjshëm me atë çfarë po ndodh në situatën tuaj, dhe nëse situata juaj është që ju ndjeni me të vërtetë që keni bërë më shumë për të tjerët dhe po bëni akoma, apo edhe e ndjeni që doni të zgjidhni për veten tuaj, sido që të jeni, një gjë të dini që asgjë nuk është pa shkak. Ajo që ndjeni ju dhe që ndoshta nuk jeni të kënaqur, të kuptoni që ju nuk mund të ndryshoni të tjerët, ju do të lidheni me veten tuaj dhe prandaj ky afat i kohor, sepse që të gjithë ne, sidomos gjeneraca ime e shekullit 20, vitet 50 deri 90, ne kemi
blokada të energjive në brendësi të trupit ton. Pra në zorët e barkut është e kaluara jon, këtu është dhe fëmijëria jon. Dhe sa më të pafuqishëm të jemi ne, aq më të pafuqishëm jemi edhe në këtë jetë në tokën mam. Por kur ne arrim në veten tonë dhe kur arrim si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne, dhe si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojmë dhe ne, të jeni të sigurt dhe me këtë anë, ju që keni bërë një punë të mrekullueshme, ndoshta nga viti kaluar tani e kuptoni që ndoshta jeni lidhur dhe me flakën tuaj dhe flaka juaj është lidhja me zemrën, pra ana e majtë e zemrës tuaj. Gjithsesi që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku ndodheni, por të kuptoni që për të arritur në vërtetësinë e jetës, ne do të arrim në ekuilibrin e pastër të magjisë së pastër, të gjithçkaje, dashuri pa kushte, dëmshuri, falje, mirësi, mirënjohje, lumturi, kënaqësi me njëri tjetrin, por kjo arrihet vetëm atyre ku ne jo vetëm kemi hapur zemrën, por akoma dhe një mrekulli për njerëzit për të cilën i djeg në zemër që ju doni të ndihmoni Perëndin, Zotin apo universin e bollshëm, për atë që ju jeni lidhur, që e ndjeni që është thirrja që djeg në zemrën tuaj. Dhe sigurisht në 26 prill, por ju që jeni me të vërtet me shpirtin tuaj binjak, me ndryshe jo pa qëllim njët binjaku, planeti Pluto, Uranit, do të hyjë në shenjën e binjakut dhe për 7 vjet me radhë do të ndjehet për ju që jeni të lidhur dhe ndoshta jeni që vazhdoni rezononi edhe në kanalin tim, sidomos që jeni lidhur me shpirtin tuaj. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.